Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetjet I dërgojmë dhe më të sidhur në njerëzimit profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O ju që keni besuar, shlyeni detyrimet. Zoti I gjëtësisë në surën Mu'minun thot: Qad aflaha al-mu'minun. Me të vërtet kanë fituar besimtarët. Më pas përmend Allahu I lartësuar disa cilësi të këtyre besimtarëve të cilët janë të fituar, janë të shpëtuar. Thot: Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Të cilët e ruajnë amanetin dhe I shlyen ose e ruajnë, pra I shlyen detyrimet. Besimtari muslimani kërkohet që t'jeti drejt. Muslimani kërkohet që gjykoj drejt, mos bëj pa drejtësi. Duhet ketë moral të lartë, nuk gënjen, nuk mashtron. Pra besimtari duhet ta pasqyroj atë fenë e tij në sjellje, në moral, në edukat. Pra në çdo gjë. Nëse ne duam të jetojmë të lumtur, të jetojmë ashtu siç urdhëron Allahu I lartësuar, atëherë, pra duhet që këto gjëra ti kemi në përditshmërinë tonë. Dhe ky ajet na nxit që të jemi të tillë. Po ashtu edhe urdhri Allahu të lartësuar: O ju që keni besuar, pra shlyeni detyrimet. Allahu I lartësuar na thot në Kur'an, pra na nxit në Kur'an që me shly detyrimet. Ndërsa në një hadith kutsi, Zoti I gjëtësisë thot: O robrit e mi, unë ja kam bërë të ndaluar vetes time pa drejtësinë dhe e kam bërë ato të ndaluar edhe midis jush. Prandaj mos bëni pa drejtësi. Muslimani nuk duhet që të bëj pa drejtësi ndaj të tjerëve. Dhe ajo që unë dua të këshilloj çdo njërin është për sa I përket pronarit me punëtorin. Ki kujdes mos I bësh pa drejtësi punëtorit tënd. Zoti I gjëtësisë na ka kriju që të jemi të ndryshëm. Pra dikush është I pasur, dikush është I varfër, e kjo ka urtësinë e saj. Allahu I lartësuar na thot në Kur'an, ne thot e kemi ndarë midis jush, pra mjetet e jetesës. Po të shofësh dikush është I pasur, dikush është I varfër. Po t'ishin gjithë njerëzit pasur, nuk do të kishte kuptim. Po t'ishin gjithë njerëzit varfër, s'do arrihej, ndihmonte nuk do ndihmonim dot njëri tjetrin. Pra çdo gjë e ka urtësinë e saj. Ka dallim edhe në fen, praktikimin e fesë, ne kemi dallim. Pra dikush është më I devotshëm, dikush jo, por ka dallim. Të tillë e ka caktuar I Madhi Zot këtë dynjë. Sprov është kjo dynjë. Pra ai që ka, si do sillet me atë që s'ka. Dhe subhanallahu, profeti alayhis salam I ka vënë disa rregulla të prera në lidhje me këtë gjë. Për shembull, vjen në hadith, kuptohet për hadithet profetit alayhis salam, se me ja dhon hakun punëtorit para se me ju tha djersa. S'ka pa drejtësi në Islam. Drejtësi absolute. Njeriu ka kryvi detyrën, kryvi punën me I dhon hakun. Mos me I bë pa drejtësi punëtorit. Mendoje veten tënde, subhanallahu, se kjo dynja ndodh që ai punëtori një ditë bëhet pronar. Ajo pasuria që ti ke, ndoshta një ditë mund të ikë. Atëherë,
ndoshta dhe ka ndodhur në histori që ti detyrohesh të punosh ke ai ish punëtori jot. Por subhanallah, çështja e hakut tjetrit ka mirësi shumë këtë dynjë. Është ajo ngjarja që përmend profeti alayhis salam. Atyre 3 njerëzve që i zuri gryka e shpellës. I treti, pra ata vendosën secili të lutej me një punë, pra që e kishte bë për hir të Zotit gjithësisë. Dhe në mënyrë që t'i shpëtonte Allahu i lartësuar prej kësaj ngushtice. E i treti, çfarë kishte? Ky kishte pas shumë punëtor. Dhe gjithve ja kishte dhënë hakun, përveç njërit kishte ik, pa e marr hakun. Pra pa marr djersën, kishte der djersën, do merrte shpërblimin, hakun e punës. Edhe ky kishte lënë te ky bakti lop, pra atëherë çka kishte bujqësi. Dhe ikën pa e marr. Pasuria e këtij shumohet derisa mbushet një lugin. E mbas një farkohe vjen ky punëtori. Thot, ka marrë të kërkoj hakun tim. Thot, po, merre gjithë këtë lugin. Thot, mos u tall me mu. E mori, thot, që të gjithë, se e tia. Thot, këtë e kishte bë për hir të Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar i shpërbleu që të shpëtonin nga kjo ngushticë. Shpërblim qysh këtë dynjë, mos harro shpërblimin botën tjetër. Nga ana tjetër, ai i cili e merr punëtorin, e shfrytëzon dhe nuk i jep hakun e tij, ditën e gjykimit do të jetë armiku i të madhit sot. O Zot na ruaj. O Allah na ruaj. Prandaj besimtari duhet me pas kujdes. Ne duhet me ndjek shembullin e profetit alayhis salam. E profetët e Zotit ishin njerëz që e shlyenin, pra e plotësonin detyrimin. Kujdeseshin që ta çonin në vend detyrimin. E për shembull, ne kemi atë shembullin përmendet në Kur'an historia e Musait alayhis salam. Kur shkojnë në Medjen, që u martua me atë vajzën, babaja saj vajzës, pra që dihet historia, pra që ishte mehri i tij, ishte që do shërbente 10 vite, ran dakord 8 dhe Musa alayhis salam e plotësoi. Enesi, shoku i profetit alayhis salam, tregon se i ka shërby profetit alayhis salam, pra si kur ishte në vend, por edhe kur udhtonte, i ka shërby profetit alayhis salam. Edhe tregon se i dërguar i Zotit, pra imagjinoje çfarë sjellje kishte profeti alayhis salam me shërbëtorin. Saqë thot nuk më ka thonë ndonjëherë, thot, pse e bore këtë gjë kur e bonte diçka, ose pse nuk e bore këtë gjë, pra kur nuk e bonte. Qa sjellje, qa morali kishte profeti alayhis salam. Le të jetë ai shembulli ynë. Ne a duam të jemi me të në xhenet. Atëherë dhe sjellja jon me ata musliman, me ata besimtar, me atë punëtor, mund të jetë pra kushdo qoftë, duhet me qenë formën më të mirë, me ndjek shembullin e profetit alayhis salam. Dhe lutim Zotin e gjatësisë që të na bëj ashtu siç Allahu i lartësuar çfarë thot, qad aflaha al-mu'minun, me të vërtet kanë shpëtuar besimtarët. Zoti na bof prej tyre.